Nuk di vetëm të këndoj kjo vajzë, di dhe të interpretoj, di të bëj dhe aktore dhe ka qarë Loredana Brati, një nga personazhet më të komentuara të Big Brother. Edhe një son, E ke shohë Gilorin? Jo, unë nuk e njoh, në nuk mënyrë kam. perfekte. Ta dish ti si imiton Unë do Martina. bëj një bashkëbisedim me Gjilionin me që e kam përballë, po do të bëj si Loredana. Si Loredana, patjetër. Unë Aroje se unë sot nuk të vi në emision. Nuk e kuptova se Come si dice? Nuk e kuptova se unë isha shumë okay për ty. Edhe unë i dola papait tim kundra para gjithë shqiptarëve. Edhe kuptoj isha brenda një jeje. Edhe nuk dilja dot nga yje dhe Jozi mos më bëj lëra fjalësh. Unë të pash atje, Kelly, unë nuk jam 5 vjeç, jam 25 vjeç. Unë të pash po flirtonte me mua, e pash atje. Ti ke një aspirat për aktiv? E kam, në fakt, ma thojnë shumë. Ke marrë pjesë në një rol, në teatr? Ishte në tentativa, por për shkak të punëve të shumta nuk arrita të isha në prova që duhet isha aty, se patjetër është diçka në Po vetë. të ftesë në Big Brother se gjithë nga kënga magjike aty, opa! Jo, nuk ma ka ardhur një ftesë në Big Brother akoma. Po, pse jo, do e pranoja. Why not? Po atë Loren e ke shoqë? Nuk do të thënë shoqe, e kam kolege, e kam takuar, kemi uruar njëra tjetrën në fund këngës magjike, por kaq domethënë, nuk është se kam ndonjë. Ne, po ajo na la kështu në tentativë prit se do vi dhe nuk e po ndoshta kishte për surprizë të madhe për të vajtur në Big Brother. E shikoj ka shku në Big. Po do vi. Po. Tash se mos ashtu kishe shoqë ti thashë jo, kam një kontakt prej kolegësh, nuk është se kam ndonjë shoqëri, por i uroj shumë suksese me që e përmendem dhe këtu, sepse më ka qellu ta takojmë backstage dhe të flasim shumë pak për performancat tona. Kaq. Me sa pikë vlerësove ti atë? Diku me 5 pikë. 5 pikë? Ose ka betë që sa i kam betë hatri. Jo, s'pa mërmenja. Nuk e di. Si shiko se shiko, Lorea më duket shumë pozitive. Unë nuk është se kam bën ndonjë muhabet shumë të madh me atë, po më duket shumë pozitive dhe